Në mbrëmar të gjithë, kam kënaqësinë e veçantë që si një nga të parë e krijimit të Partisë Demokratike Dega Sarandë të përshëndes të gjithë këta demokratë që kanë ardhur sot këtu dhe të gjithë demokratët e Sarandës. Ne si Parti Demokratike u krijuam nga njerëz të guximshëm, intelektual shumë të zotët dhe të vendosur, të cilët ata që e themeluan as kanë devijuar as në programi, as në aktivitetet, po edhe sot janë këtu. Prandaj, unë i përshëndes në emër tuaj të gjithë ata që kanë kontribuar kaq shumë për vdekjen e Partisë Demokratike. Nësë është se nuk kemi qenë pushtet. Ne pushtetin mendor e kemi qeverisur 16 vjetë bashki. Dhe Këshilli i Rrethit e kemi qeverisur 8 vjetë, aq sa ishte, mbasi u shkri. Dhe unë kam parë intelektual, profesionistë të Degës së Partisë Demokratike që kanë qeverisur mjaft mirë, shumë mirë. Dhe ne jemi të zotë. Pse jemi të zotë? Në pas 97-ës, imagjinoni 97-a këshishte. Një rebelim kundër Partisë Demokratike ishte, u shkatrua dhe prona, u goditën dhe njerëzit. Por, në pas në 97-ës u organizuan zgjedhjet parlamentare. Në zgjedhjet parlamentare ne kemi kryer të gjithë demokratët. Dhe Dega Partisë Demokratike në Sarandë ka kryer një nga fushatat më të mira, duke dalë balotazh me kandidatin potencial të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi. Pra donëm në balotazh. Dhe në balotazh na e kanë marrë me disa vota. E dorëzuan vetë sepse nuk donim të përballeshim me grupet e armatosura. Por ne kemi intelektualët më të mirë. Kemi profesionistët më të mirë. Me sot kush janë profesionistët më të mirë në sistemin e ekonomisë? Janë gjithë demokratë. Mua më bëhet shumë qefi që sot janë shumë njerëz. Pra janë bashkuar dhe ne jemi bashkuar. Unë do të përfundoj me një thirrje. Objektivi është të ndreqim vendin tonë, të ndreqim Shqipërinë. Dhe Shqipëria ndreqet nga njerëz të bindur, të vendosur, të mençur dhe parimor. Dhe neve përpara kemi shumë punë për të bërë dhe unë angazhohem që bashkë me të gjithë strukturat e Partisë Demokratike dhe të gjithë njerëzit e Partisë Demokratike do të punojmë me qëllim që të bëjmë ndryshimin, se si thot një proverb, Bibelino që nuk ndërrohen qepen. Duhet të ndryshojmë.